Kisha ortodokse autoqefale Shqipërisë njoftoi sot ndarjen nga jeta të hirësisë së tij, metropolitit të Gjirokastrës Imzot Dimitri. Ai u nda nga jeta në Spitalin Universitar të Janinës pas komplikimeve shëndetësore të shkaktuara nga një infeksion respirator dhe endokardik, të cilat shpallën pamjaftueshmëri të funksionit të shumë organeve. Me hidërim të thellë njoftojmë përfjetjen e Zotit të hirësisë së tij, metropolitit të Gjirokastrës vëllait bashkë me shtatarit ton Imzot Dimitri. Gjatë periudhës së tij, hirësia e tij ishte shtruar në Spitalin e Përgjithshëm Universitar të Janinës për shkak të një infeksioni respirator dhe endokardit. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, hirësia e tij nuk arriti ta mposhte sëmundjen dhe fjeti me 28 qershor 2025 në orën 20:30 si pasojë e mosfunksionimit të mjaftueshëm të shumë organeve, njoftoi kisha. Metropoliti Dimitri lindi në shtator të vitit 1940 në Greqi dhe ishte diplomuar në Fakultetin e Teologjisë në Universitetin Aristotelit të Selanikut. Në vitin 1974 u bë murg në manastirin e Shën e Katarinës në malin Sinai, ku dha një kontribut të rëndësishëm në fushën e poligrafisë dhe sistematizmit të dorëshkrimeve të lashta. Ai u bashkua Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, që në fillimet e saj të reja, pas rivendosjes së lirisë fetare në vend, duke shërbyer fillimisht si protosingjel i metropolisë dhe Gjirokastrës nga viti 1994. U zgjodh metropoliti i Gjirokastrës me 11 nëntor 2006 dhe u dorëzua episkop me 16 nëntor në Kishën Ungjillizmit të Tiranës. Ceremonia e frontëzimit të tij u mbajt në Gjirokastër me 26 nëntor të po atij viti. Gjatë 19 viteve të shërbimit si metropolit, Imzot Dimitri u dallua për përshkushtimin e thellë, urtësi dhe vizion shpirtëror. Ai kontribui në ringjalljen e jetës kishtare në Shqipërinë e Jugut, duke udhëhequr ndërtimin e kishave, zhvillimin e katekizmit, veprimtarisë filantropike dhe forcimin e jetës shpirtërore të besimtarëve. Ishte gjithashtu zëvendës kryetari i Fondacionit Arsimor Fryma e Dashurisë, duke ndihmuar në zhvillimin e arsimit ortodoks në vend.